përmbushin detyrën e tyre të madhe si opozitar në këtë vend. Tani, të dashur miq, do të dalim tek detyra jonë e dytë themelore, për të cilën kemi thirrur këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Detyra jonë e dytë themelore në këtë mbledhje është diskutimi mbi ripërtritjen e Partisë Demokratike. Nuk ndalet. Nëse fjala rithemelim ja doli të shpëtoi Partinë Demokratike nga tentativat e Edi Ramës për të vendosur atë nën kontroll, tani motoja ripërtritje do të bëjë të mundur ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet. Kaq jetike është pra ripërtritja, sepse sot Shqipëria është në sallë urgjence, është nevojë jetike për ripërtritje. Domosdoshmëria e ripërtritjes Partisë Demokratike buron nga domosdoshmëria, thirrja e Shqipërisë për ripërtritje. Shqipëria është në kushte të një krize të thellë të gjithanshme. Misioni i ripërtritjes saj nuk është i lehtë. Ekonomia shqiptare duhet të ripërtrihet më së pari. Sirenat e urisë nuk duhet të klithin më, por duhet të heshtin për gjithmonë. Sepse kemi arritur në atë pikë ku qytetari nuk siguron dot ushqimet bazë për shkak të çmimeve të larta dhe të ardhurave të ulta. Ku 30% e popullatës kërcënohet nga uria. Minimumi jetik, heqja e TVSH-s për ushqimet bazë është emergjencë e të gjitha emergjencave. Ekonomia e drogës nuk është ekonomia e qytetarëve, por e narkoqeveritarëve, narkotrafikantëve, narkobiznismenëve. Shqipëria sot ka regjistruar, këto muaj ka regjistruar rënien më të madhe të prodhimit në Europë pas Ukrainës. Kjo është e vërteta e ekonomisë shqiptare. Kjo është e vërteta e ekonomisë shqiptare që padrinoja dhe segment e tij e mburrin dhe lavdrojnë. Një ekonomi më rënje në pikjat të prodhimit. Po në qoftë se bie prodhimi, do të thotë shkatrim masiv i vendeve të punës. Dhe ky vazhdon e thotë se forcimi i lekut, një lloj si Maduro i Venezuelës, forcimi i lekut na vjen nga forcimi i ekonomisë. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar dhe karteleve të drogës do të jetë qëndrimi ynë. Agjenci Kombëtare për gjetjen, hetimin, konfiskimin e të gjitha pasurive të paligjshme të narkoqeveritarëve, klaneve të biznesit oligarkëve dhe narkotrafikantëve, është zotimi ynë. Shqipëria e ka urgjencë ripërtritjen, sepse shqiptarët sot kanë rrogat dhe pensionet më të ulta në rajon dhe në Europë, nga më të lartat në rajon që i kishin në vitin 2013. Ata blejnë me çmimet më të larta në rajon dhe mbi mesatarën e BE-s. Dyfishimi i rrogave dhe pensioneve,
raporti drejt midis rrogës mesatare dhe pensionit mesatar është zotimi ynë. Shqipëria ka nevojë për ripërtritje. Mbasi narko-eurot kanë bërë që qerat në Shqipëri të jenë 90% e rrogës mesatare. E thash dhe më sipër, zero tolerancë ndaj krimit dhe drogës dhe ndërtime, ndërtesa sociale gjerë në normalizim në çmimeve është zotimi i Partisë Demokratike. Shqipëria ka nevojë për ripërtritje. Shqiptarët sot kanë vdekshmëri 3 herë, 4 herë më të lartë nga të njëjtat sëmundje krahasuar me mesataren e qytetarëve europian. Korrupsioni i papërmbajtur ka rënuar sistemin shtetësor. Ata janë qytetarë që paguajnë nga xhepi mbi 60% të shërbimit të kujdesit shtetësor, pra më shumë se të gjithë të tjerë, por marrin shërbimet më të papërshtatshme. Shtetësia në koma duhet të ripërtrihet dhe ky është zotimi ynë. Shqipëria ka nevojë për ripërtritjen urgjente të arsimit, i cili po rrokulliset çdo vit e më poshtë. Përparësia absolute sistemi arsimor ka qenë dhe mbetet thelbi i programit tonë. Turizmi. Turizmi dhe ndërtimi duhet të çlirohen nga kapitali kriminal. Lista e veprimit është e gjatë, por më e rëndësishme mbi të gjitha është se marrëdhënia e shqiptarit me Shqipërinë duhet të ripërtrihet. Duhet të rikthejmë shpresën e humbur në këtë dekadë, duhet luftojmë shpopullimin. Ky mision mund të arrihet vetëm nga një parti demokratike ripërtrirë. Kur shqiptarët të shohin se kjo parti u ripërtri, ata do të kuptojnë se ne do ripërtrin edhe Shqipërinë. Pra, ripërtritja jonë është kushti themelor për të fituar besimin masiv të shqiptarëve. Dhe të jemi sinqert, sot çdo demokrat duhet të jetë i frymëzuar për ripërtritjen, sepse i kaluam ne të gjitha vështirësitë, njëra pas tjetrës. Dhe tani kemi hyrë në një fazë ku duhet jemi në sulm, ku duhet jemi në kilometrin e fundit të sigurt drejt fitores. Kundërshtari ynë ka 29% rënje në sondazhe, pra është në vdekje politike. Edhe ndërkombëtarisht, Edi Rama ka vdekur politikisht. Është shkonfiguruar. U shpërbë para syve të opinionit publik ndërkombëtar se shqiptarëve po e po. Çdo gazetar që hyri në zyrën e tij doli i bindur se ky